Shikues e televizionit Skan, mirë se vini në Inside News, unë jam Gjorgjina Deda. Shqipëria e vitit 2030 pritet të jetë ndryshe nga realiteti sotëm sa i përket pagesave elektronike. Pra, nuk do të nuk do të përdorim më parat kesh për të blerë mallra apo shërbime që na nevojiten në jetesën tonë të përditshme, megjithatë e gjitha kjo do të orientohet drejt paras elektronike. Pak javë më parë kryeministri Edi Rama bëri të ditur nga një mbledhje në Berak me përfaqësues të teknologjisë se pritet që deri në vitin 2030 të eliminohet pra 100% paraja fizike dhe të kalojmë drejt paras elektronike. Gjithashtu edhe në programin kombëtar sërish shihet që ekziston ambicia për ta bërë këtë deri në vitin 2028. Pra pritet që në një periudhë 4 vjeçare Shqipëria të kalojë nga një shoqëri e cila e përdor në maksimum keshin në një shoqëri pra pa para fizike drejt paras elektronike. Për të folur për këtë temë, unë kam të ftuar Gentiana Dukën, eksperte e produkteve dhe shërbimeve bankare, por përpara se të kalojmë në bisedën tonë, unë do doja që të ndiqnim një material të shkurtër rreth kësaj teme. Në një ekonomi ku në heshtje vazhdon të qarkullojë një sasi e madhe e paras fizike, realiteti shqiptar paraqitet dyfisht. Nga njëra anë kemi investime dhe reforma që shënojnë rrugën drejt digitalizimit dhe nga ana tjetër vazhdon një varësi e fortë e qytetarëve dhe bizneseve ndaj pagesave me para në dorë. Kultura jonë financiare është ndërtuar mbi paranë fizike, mosbesimi tek sistemi bankar, preferenca për të pasur para në xhep, kosto e lartë e shërbimeve, por edhe ekonomia informale e kanë bërë keshin mbret të tregut. Në vitet e fundit, vëmendja e shtetit është drejtuar nga politika fiskale dhe masat për të reduktuar qarkullimin e keshit me synim politik që deri në fund të dekadës ekonomia të bëhet më orientuar drejt kanaleve elektronike. Në programin qeverisës të Partisë Socialiste thuhet, zbatojmë programin kombëtar Cashless Albania 2028 për të shndërruar vendin në një ekonomi plotësisht digjitale, ku çdo transakcion është pa kesh, më i shpejtë dhe më transparent. Kjo do thotë që ne do të bëhemi vendi i parë në botë pa para fizike, por nga ana tjetër, sipas të dhënave zyrtare, shumat e parave që qarkullojnë jashtë bankave kanë arritur nivele rekord, një tregues që flasim për sfida reale dhe të konsiderueshme. Pavarësisht faktit se pagesat me kartë janë rritur vit pas viti, rreth 70% e transaksioneve në ekonomi kryen me para në dorë, pothuajse 2/3 e vëllimit të përgjithshëm të pagesave në bazë vjetore kryen me para në dorë dhe shumë pak kryen elektronikisht. Por çfarë lëvizjesh dhe përpjekjesh konkrete janë bërë për të realizuar këtë nismë deri më tani? Gjatë vitit kaluar, Ministria e Financave hartoi strategjinë afatmesme të ardhurave 2024-2027, një ndër objektivat e së cilës ishte dhe reduktimi i transaksioneve me para fizike. Ky objektiv do të arrihet nëpërmjet zbatimit të disa masave të administrimit fiskal. Deri në fund të vitit 2026 parashikohet që të vendoset një limit për pagesat kesh mes individëve, të reduktohen në mënyrë të mëtejshme pagesat me para në dorë mes bizneseve nga 150.000 lekë që është aktualisht, si dhe të krijohen rregullat e riskut të cilat evidentojnë tatim paguesit, të cilët fragmentizojnë faturat për të mos kaluar limitin që përcakton ligji. Po ashtu deri në fund të këtij viti pritet të ulen komisionet e përdorimit të terminaleve POS mes bankave të nivelit të dytë dhe bizneseve. Kjo do të bëhet pas krijimit të një grupi pune mes Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe shoqatës së bankave. Nga 1 maj në Shqipëri nisi edhe zbatimi i programit të kompanisë amerikane Mastercard për ofrimin e 4750 terminaleve POS falas. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë po bën disa ndryshime në rregulloren për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël, ku do të aplikohen komisione më të ulta për pagesat në sportele, por sidomos për ato me e-banking. Për shembull, për pagesa deri në 1 milion lekë me e-banking, komisioni nuk duhet të jetë më shumë se 50 lekë. Në kushtet e implementimit të këtyre masave vëren dy lloj efektesh, efektet infrastrukturore dhe efektet kulturore. Nga pikpamja infrastrukturore, instalimi i terminaleve POS, përmirësimi i sistemeve të klerimit dhe përgatitja e rrjeteve për pagesa të shpejta në kohë reale, krijojnë premisa teknike për zëvendësimin e transaksioneve me kesh. Nga pikpamja kulturore, sfida kryesore mbetet ndryshimi i zakoneve të pagesës, besimi ndaj institucioneve dhe menaxhimi i paprekshëm i likuiditetit të përditshëm nga ana e qytetarëve.
Këtu bashkohen politika pozitive incentivuese si ulja e komisioneve për përdoruesit dhe bizneset, përfitime fiskale për ato që pranojnë pagesa elektronike me politika më shtrënguese, si limitet për pagesa ndër individët dhe monitorimi i fragmentimit të faturave që synojnë të godasin evazionin. Por le të kalojmë në detaje të infrastrukturës bankare në Shqipëri. Në vitin 2024, numri i përgjithshëm i bankomateve në Shqipëri vlerësohet të ketë qenë në 2011 dhe në 3 muajin e parë të vitit 2025 kjo shifër është rritur në 1604, duke reflektuar një prirje të qartë drejt zgjerimit të aksesit në shërbimet bankare për qytetarët përmes përmirësimit të infrastrukturës së tërheqjes dhe depozitimit të parasë në nivel kombëtar. Shumica e këtyre ATM-ve ofrojnë funksionin bazë tërheqjes së parasë fizike, ku 925 prej tyre janë të përqendruar në këtë shërbim, por paralelisht kanë dhe një rritje të ndjeshme dhe në ofrimin e shërbimeve të tjera më të avancuara, si transfertat bankare që ofrohen nga 294 ATM dhe depozitimi i parasë që është i mundur në 396 prej tyre, duke treguar një orientim të sektorit bankar drejt modernizimit dhe diversifikimit të shërbimeve. Nga ana tjetër, krahas bankomateve, terminalet POS përbën një pjesë më të rëndësishme të infrastrukturës së pagesave në Shqipëri, ku në vitin 2024 ishin në funksion 24481 njësi, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit aktual, kjo shifër u rrit në rreth 25000 njësi, duke treguar një përpjekje të qartë për të nxitur përdorimin e pagesave elektronike në vend dhe për të reduktuar varësinë nga paraja fizike, veçanërisht në pikat e shitjes. Duke u ndalur te tregues krahasues, Shqipëria ka 40 ATM për çdo 100.000 banor, një shifër që është shumë afër mesatares botërore prej 40.42, duke treguar se vendi është në përputhje me standarde globale për sa i përket aksesit në infrastrukturën bazë të pagesave. Mesatarja e Bashkimit Evropian është ndjeshëm më e lartë me 61.49 ATM për 100.000 banor, gjë që pasqyron një sistem bankar më të konsoliduar në vendet anëtare, por një analizë më e thelluar mbi vendet më të zhvilluara të Europës tregon një prirje të qartë drejt zvogëlimit të përdorimit të parasë fizike dhe rrjedhimisht edhe të numrit të bankomateve. Shtete si Suedia, Danimarka dhe Hollanda njihen për përdorimin minimal të parasë fizike dhe të dhënat tregojnë se numri ATM-ve në këto vende ka rënë ndjeshëm, duke reflektuar një zhvendosje drejt shoqërive thuajse plotësisht pa para fizike, ku qytetarët përdorin kryesisht karta, aplikacione mobile dhe pagesa pa kontakt për të gjitha nevojat e tyre të përditshme financiare. Shtete si Suedia, Danimarka dhe Holanda njihen për përdorimin minimal të parasë fizike dhe të dhënat tregojnë se numri ATM-ve në këto vende ka rënë ndjeshëm, duke reflektuar një zhvendosje drejt shoqërive thuajse plotësisht pa para fizike, ku qytetarët përdorin kryesisht karta, aplikacione mobile dhe pagesa pa kontakt për të gjitha nevojat e tyre të përditshme financiare. Të dhënat nga Banka Botërore tregojnë një korrelacion negativ me zhvillimit të një shoqërie pa para fizike dhe numrit të ATM-ve në këto vende. Kjo tendencë është e rëndësishme sepse tregon se një numër i lartë bankomatesh nuk është domosdoshmërisht treguesi një ekonomie të zhvilluar, por shpeshherë reflekton një varësi të vazhdueshme nga paraja fizike, ndërsa vendet që po udhëheqin tranzicionin drejt një ekonomie digjitale po fokusohen në zhvillimin e terminaleve POS, në plotësimin e platformave elektronike dhe në ndërtimin e infrastrukturës që bën nevojën për para fizike gjithmonë më të kufizuar. Por le të flasim për përfitimet nisur edhe nga konteksti evropian. Përfitimet e një tranzicioni të suksesshëm janë të prekshme dhe të matshme: rritje e transparencës fiskale, reduktimi i informalitetit, ulje e kostove administrative për shtetin dhe për familjet, rritje e efikasitetit të pagesave dhe përmirësimi i aksesit për qytetarët që tashmë përdorin instrumente digjitale. Modernizimi i sistemit bankar në ditët e sotme ofron mundësi të shumta për menjanimin e përdorimit të parasë kesh. Një prej këtyre mundësive është përdorimi i parasë elektronike. Banka e Shqipërisë shpeshherë është përfshirë në fushata me synim reduktimin e kishit në ekonomi, si një nga mënyrat e reduktimit të ekonomisë informale, por jo vetëm. Sipas një studimi të Bankës së Shqipërisë, në përgjithësi kur zëvendësohet keshi dhe pagesat të tjera në formë letre me pagesë elektronike në nivel ekonomie, vlerësohet se në shkallën e konvertimit hipotetik prej 35% dhe 70%, Shqipëria mund të gjenerojë kursime vjetore që variojnë nga 0.5% e prodhimit të brendshëm bruto deri në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Për të dhënë një kornizë krahasuese është me vlerë të shohim shembuj ndërkombëtar që ofrojnë mësime konkrete. Një raport i vitit 2024 nga Fondi Monetar Ndërkombëtar tregon se vende si Suedia, Norvegjia dhe Korea e Jugut po udhëheqin ndryshimin global, me Suedi në rrugën e dur për të bërë ekonomia e parë plotësisht pa para të gatshme deri në fund të vitit 2025. Sot më pak se 5% e transaksioneve në Suedi përfshin para fizike dhe shumica e bankave nuk i trajtojnë më fare ato.
Për tregtarët, ky nuk është vetëm një trend për të ndjekur, është një sinjal për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të përgatitur për një të ardhme të dominuar nga pagesat digjitale. Rruga drejt një ekonomie me para kesh kërkon gjithashtu një vëmendje të veçantë ndaj sigurisë kibernetike dhe privatësisë të dhënave. Sa më shumë që transaksionet zhvendosen në kanale digjitale, aq më shumë rritet ekspozimi ndaj sulmeve teknologjike dhe keqpërdorimeve. Ndaj përshtatja me standardet më të fundit të sigurisë dhe investimi në sisteme dhe në një kuadër i qartë për mbrojtjen e të dhënave personale janë të domosdoshme. Përvoja ndërkombëtare tregon se suksesi i sistemeve dhe platformave digjitale shoqërohet me masa kontrolle, procedura për rikuperimin pas incidenteve dhe mekanizma kompensimi për përdoruesit e dëmtuar. Një element tjetër i rëndësishëm është ruajtja një kapaciteti operativ për përdorimin e parasë fizike si alternative emergjente, ku vendet e avancuara kanë lënë keshin si plan B për rastet e ndërprerjes së sistemeve elektronike, për shembull për shkak të problemeve energjetike apo sulmeve kibernetike. Një shoqëri pa para në dorë në termat e saj më të thjeshtë është një shoqëri në të cilën blerjet e shërbimeve dhe mallrave bëhen me karta krediti, fonde elektronike në vend të parave të gatshme ose çeqeve. Për të kuptuar më mirë se çfarë do thotë të kalosh pa para në dorë, le të hedhim një vështrim në të mirat dhe të këqijat më poshtë. Ja cilat janë përfitimet kryesore që mund të prisni nga një vend pa para të gatshme. Komoditeti, shumë i përshtatshëm për konsumatorët dhe për tregtarët, veçanërisht kur ata udhtojnë dhe merren me këmbimin valutor. Shkallë më të ulët të krimit. Kalimi në sistemin pa para fizike do të thotë se nuk do të ketë më para të prekshme për të vjedhur, duke ulur kështu krimin. Ulja e përdorimit të parave është më e vështirë për njerëzit i pastrojnë ato pa para në dorë, pasi është shumë më lehtë të gjurmojnë pagesat, shpenzimet elektronike me gjurmë dokumentash digjitale. Koha do të kurset shumë kohë nga mos menaxhimi i parave të gatshme si dhe bizneset ashtu edhe për konsumatorët. Nga ana tjetër, një e mirë gjithashtu janë dhe përfitimet shëndetësore, pasi në përgjithësi parat fizike janë të pista. Përhapja e viruseve dhe sëmundjeve të tjera mund të ndalet ndjeshëm kur mikrobet nuk përhapen përmes parave fizike. Nga ana tjetër, disavantazhet kryesore të përdorimit plotësisht pa para në dorë janë shkeljet e sigurisë dhe zakonet e shpenzimeve personale. Për ta luftuar këtë me kalimin e viteve, industritë bankare të përpunimit të kartave dhe kreditit kanë parë rritje drastike të sigurisë. Pra, nëse flasim për disavantazhet kryesore, siguria është që ndërto. Nëse llogaria juaj bankare hakohet, nuk do të keni fonde shtesë derisa të pastrohet. Zakonet e shpenzimeve është një disavantazh tjetër. Disa mund të kenë probleme në kursimin e parave kur parat fizike nuk po dalin nga portofolet e tyre. Probleme dhe defekte teknike janë po ashtu një disavantazh. Nëse ka defekte ose ndërprerje, tregtarët mund të kenë probleme në pranimin e pagesave, duke u lënë pa mundësi për të blerë mallra dhe shërbime kur i keni të nevojshme. Praktikisht tranzicioni do të ndjek disa faza. Faza e parë është ajo infrastrukturës, pra instalimi i terminaleve, sistemi të pagesave, integrimi me skema ndërkombëtare. Faza e dytë është ajo e stimulimit, pra uljes së komisioneve, përfitimeve fiskale dhe programet për bizneset e vogla. Nga ana tjetër kemi fazën e edukimit, fushata masive informimi dhe trajnime për grupet e cënueshme dhe fazën e mbikëqyrjes, kontrollit abuzimeve, monitorimit anti-evazion. Nëse këto faza synohet dhe mbikëqyrja me maturi, efektet do të jenë të përshpejtuara. Në të kundërt, rreziku është që masat shtrënguese të nxjerrin pasoja sociale dhe të rrisin rezistencën. Është thelbësore që politika të mos jetë vetëm dëshkuese, por të ofrojë alternativa reale të përballueshme për qytetarët dhe bizneset. Në përfundim, vizioni i Shqipërisë cashless është i arritshëm por i vështirë. Ai nuk është vetëm çështje teknologjie, por është më shumë çështje institucioni, kulture dhe besimi i publikut. Deri në vitin 2030 mund të shohim një ndryshim të dukshëm, më shumë transferta elektronike, më shumë biznese që pranojnë karta dhe aplikacione dhe një ulje të pjesës së transaksioneve me para në dorë. Por për të arritur këtë, duhet që reformat të jenë të koordinuara, të shoqëruara me incentiva reale për bizneset, me programe për mbrojtjen e qytetarëve dhe me masa të forta për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave. Nëse ky kombinim funksionon, përfitimet do të jenë të prekshme, ekonomi më transparente, shërbime më efikase dhe kursime reale për shtetin dhe qytetarët. Nëse dështon koordinimi ose nuk përballen me sfidat sociale të rezistencës dhe sigurisë, procesi mund të ngadalsohet ose të krijojë kosto sociale që duhen adresuar. Pyetja mbetet, do të arrijë Shqipëria të shfrytëzojë këtë mundësi për të përshpejtuar modernizimin ekonomik dhe për të ulur informalitetin, apo do të mbetet pengës së kaluarës së përdorimit të shtrënguar të keshit? E ardhmja do t'rregojë, por rruga tashmë është vendosur.